Jemi kthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit Mesditë, ku edhe siç e paralajmërova, në këtë pjesë të dytë do të diskutojmë mbi situatën aktuale politike në vend, këtë ngërsh krizë politike që po vazhdon tash sa kohë, e po ashtu do të flasim edhe për deklaratat e fundit të presidentit amerikan Donald Trump, i cili së fundmi ka përmendur disa herë Kosovën dhe Serbinë, madje ka thënë se ka ndalur edhe një luftë të madhe e cila pritej të ndodhej, e po ashtu të ndodhte në fakt, e po ashtu edhe deklaratën e deputetit të Bundestagut Gjerman, kur tha se gjetja e armëve në veriun e Kosovës paraqet rrezikshmëri, do të thotë se ka rrezik atje dhe ka kërkuar që të kthehet fokusi nga Kosova dhe rajoni. Për të gjitha këto do t'i diskutojmë në këtë studio bashkë me profesorin Nejmedin Spahiu. Zotri Spahiu, përshëndetje. Ja, përshëndetje. Ndërkohë me neve në këtë studio është edhe politologu Drajet Imeri. Imeri, faleminderit që e sot me ne. Faleminderit, Dori. Faleminderit. Po e nisim me juve, zotri Spahiu, fillimisht po flasim për situatën aktuale politike në vend, si e pat takimin që ndodhi gjatë vikendit mes partive politike, si duket nuk prodhoi asgjë, patëm edhe një seancë të së dielës ku pati një avaz të njëjtë, një përfundim të njëjtë sikurse edhe seancat e kaluara. Çfarë mendoni se do të ndodhë tash tutje kur po presim edhe të përfundojë afati 30 ditor i dhënë nga kushtetuesja? Takimi ishte për të përmbushur nga aspekti formal obligimin e vendimit të gjykatës kushtetuese, por jo nga aspekti thelbësor. Domethënë jo për të bërë marrëveshje, sepse vendimi i gjykatës kushtetuese në fakt nuk ka dhënë asnjë rrugë zgjidhje, vetëm se ka thelluar ngërçin edhe më shumë. Dhe atë që pa qartë, sa që edhe ish kryetari dhe ish nënkryetari i gjykatës kushtetuese japin interpretime të ndryshme të këtij vendimi. Imagjinoni, një vendim i gjykatës kushtetuese duhet jetë aq i qartë edhe për ata që nuk morën erën e politikë, që nuk janë jurist, po që thjesht dinë me lexu. Por kur një vendim të tillë ish kryetari dhe ish nënkryetari e lexojnë në mënyra të ndryshme, kjo tregon që vendimi i gjykatës kushtetuese ka qenë për të thelluar krizën dhe jo për të zgjidhur atë. Dhe si duket në mes të institucioneve të cilëve po konvenon që të jetë po lëvërdis që të jetë një situatë të tillë, mjegullt është futur edhe gjykata kushtetuese, nga që kur të vije rradha për të zgjedhur presidentin dhe Kosova duke mos pasur parlament s'ka se si ta zgjedhë presidentin, duke mos pasur kryetar parlamenti, atëherë ushtruesi i detyrës së parlamentit bëhet kryetari i gjykatës kushtetuese, si duket kjo i ka rënjet në këtë fakt që secili don të përfitojë nga kjo situatë dhe ata të cilët humbin janë qytetarët e Kosovës në përgjithësi, taksapaguesit të cilët paguajnë rroga për të marrë shërbime. Me gjas kemi pak probleme me zotrin Spahiu, në fare pak minuta e kemi sërish në linjë. Imeri, prite që fundi i takimit thirrur nga Kurti bashkë me lideret e subjekteve tjera politike kishte një përfundim të tillë? Natyrisht, fatkeqësisht është asaj, pra nuk kam pritur asgjë të re, sepse nuk është prodhuar një rrethon e re. Çka ka ndodhur është një përgjigje e cila më të shumë më duket një tekst që nuk ju ofron përgjigje fjalëve të drejtuara, pra nuk është përgjigje për pyetjen e bërë. Ne nuk kemi përgjigje se si të votohet. Pra, çështja është pastaj se deputetët e kanë obligim që të diskutojnë, të merren vesh, e kemi thënë këtë, prit vendimin e gjykatës. Por nuk mund të komentoj kuptimin më shumë vendimin e gjykatës, ai është ai që është, por mund të komentoj se çka prodhoi. Dhe ky vendim nuk ka prodhuar asgjë. Pajtohem edhe me profesor Niç. Sepse jemi në situatën e njëjtë, në situatën në cilën ne tashmë e kemi të qartë që do të brenda 30 ditësh nga nxjerrja e këtij vendimi, deputetët duhet të prodhojnë një marrëveshje. Shumë juristë cilësojnë që është afat brenda të cilës nëse nuk prodhohet një rrethon e re politike në rastin tonë, nëse s'konstituohet kuvendi, atëherë domosdoshmërisht ata do të bëjnë një vepër penale. Që përsëri nuk do të thotë që zgjidhjet do të ketë një zgjidhje në kuptimin politik. Ata do të marrin ndoshta një faturë ose do të ndiqen nga prokuroria për një shkelje të kushtetutës,
sepse kështu është cilësuar në fakt, por as pas 30 ditësh nuk do të kemi konstituim të kuvendit. Dhe edhe pastaj ofertat që u bën dhe refuzimi i tyre, më duket se janë po ashtu në linjën e asaj që është diskutuar deri tash. Po, kryeministri Kurti ka ofruar një alternativë që të votohet fillimisht komisioni i fshat edhe pastaj që nëse nuk i ka votat që të mos kandidohet më. Pse ka nevojë që të ndodhë kjo? Dhe kjo është kritikë për zotin Kurtin. Pse ka nevojë që të konstatohet se ka 61 ose se ka 61 vota, nëse parimisht edhe kushtetuta, sikur edhe të gjithë ne, ja kemi bërë me dije, sikur edhe ka ditur, që nëse nuk i ke votat, ti do të me bërë një kompromis. Edhe kjo është diçka që dihet. Pra je vetë i pamjaftueshëm. Në kohën kur zgjedhjet do të konjusa 4 vite përpara, kënë ka pyet lëvizjave vendosje për kryetar kuvendit? Askë. Ka propozuar, është zgjedhur kryesia dhe ka përfunduar me kaq. Pse po e themi këtë? Sepse matematikisht është e paarritshme kjo. Kandidatët i takon lëvizjes vendosje dhe kjo është gjykimi i 2017 atë kur është vendosur. Ne tas po e vendosim në diskutim fituesi zgjedhës i takon kryetarit kuvendit sepse po supozohet zgjedhjet bëhen për kuvendin dhe jo për qeveri. Pra ne nuk marrim shansën në lëvizjes vendosje që të kandidojë dikë. Edhe prandaj nëse janë të interesuar që të konstituojnë kuvendin, unë besoj që duhet shkojnë jap më tej. Po në anën tjetër, edhe partitë opozitare, të cilat nuk kanë fuqi politike, të cilat janë të pamjaftueshme, edhe me keqja që janë të orientuar strategjikisht si duhet, në prizmin tim, ato vetëm sa po e bëjnë edhe më komplekse situatin. Çka pas konstituimit të kuvendit do të bëjnë diçka opozita? Asgjë. Pra, pozicionet e tyre na lejojnë në një situatë edhe më të pashpresë. Ne besojmë që edhe pas konstituimit të kuvendit të Kosovës, ne nuk do të kemi një zgjidhje të shpejtë, apo jo, sepse qëndrimet momentale nuk na japin asnjë indikacion pozitiv. Lëvizja vendosje nuk ka parapar Partinë Demokratike si partnere, Lidhja Demokratike ka rezervuar, nuk do Aleancën as që ka përmendur, listën serbe thotë që nuk do t'i marrin. Nismën po e mban si opcion. Listën serbe nuk e ka përmendur, gjithmonë po flasim edhe me opsionin e nismës, po përsëris na mjaftojnë votat. Duhet një deputet ose i listës serbe, ose i LDK-s, ose i PDK-s, ose i AOK-s, ose nga minoritarët, dhe përsëris mjaftojnë për të votuar qeverinë e re. Pra, ne edhe kur do ta konstituojmë kuvendin herë do kur, ne do të kemi të vështirë. Kur ti thasë ne votat për qeveri kam. Po i ruan për veti që të mos jap një vot të Albulenës? Ashtu më duket shumë e mirë. Pra, nuk më duket shumë e mirë kjo. Pra, unë i kam votat, pra besimi ndaj Kurtit është maksimal, besimi ndaj Albulenës nuk është. Kjo është gabim. Po thoni se nuk i ka 61 vota, edhe si të konstituohet. Nëse i ka 61 vota për qeverinë, atëherë pse nuk do të lëboj edhe për shoqen e kryetarit të kuvendit? Se mos i ketë edhe kanë apo jo. Pra, nuk e di, më duket që ka të bëjë më shumë me atë se gjejmë një parti politike që ka më shumë vota se partia ditë dhe tretë. Është gabim kjo, zoti Kurti duhet të kuptojë, është gabim edhe nuk duhet të më shku me këto kreneci. Do ta kisha rekomanduar madje edhe ministrisë se është e mëshme, që të kuptoj thellë që kjo nuk ka nevojë të ndodhë. Apo nëse mendon që duhet të shkohet në zgjedhje, ka formula më të tjera, më të lehta. Shkojmë në zgjedhje në gusht ose në shtator, dhe është më e lehtë situata, apo jo profesor? Po, shiko, jam plotësisht dakord me atë që tha. Problemi është që Albin Kurti nuk ka besim që ta bëj Fatmir Limën kryetar parlamenti, ndërsa Fatmir Limën ngul këmbë dhe sheh shansin historik për të bërë kryetar parlamenti, ndoshta edhe për disa muaj ushtrues të detyrës presidentit. Dhe ai natyrisht ka të drejtë ta bëjë këtë kërkesë, përderisa të duhen votat e tij, atëherë edhe ti mund të bësh kërkesat që ndoshta dikujt do t'i duhen maksimaliste. Në anën tjetër, Albin Kurti mendon që duke i detyruar të tjerët t'ia votojnë Albulenën, kur të vjen puna për qeveri, i thot Fatmir Limaj, api do 2 ministri hajde futun në qeveri, apo po shkojmë zgjedhje, edhe ti do të dalish i humbur. Por kjo nuk është një rrugë qëndrueshme, domethënë që përmes shantazheve të krijohet qeveria ose të shkohet, sepse kjo nuk është një koalicion i sigurt, edhe nuk është një qasje e duhur.
por ajo çfarë desha të them është që burimin e shoh të gjithë këtij ngërçi, e shoh tek të mënyra zgjedhjes së presidentit, i cili do duhej të zgjidhej me votim të drejtë për drejtë si në gjitha vendet e Ballkanit përjashtimisht Shqipërisë, me të njëjtat kompetenca që ka presidenti, por vetëm mënyra zgjedhjes të jetë drejt për drejt, sepse çdo herë çdo herë kur ka zgjedhje lokale, presidenti të zgjidhet po mundoj të bëhen votimi me qenë se në 2 runde, edhe gjithmonë do të prodhohej një president. Gjithmonë dikush do të merrte mas shumicën e votave pas rundit të 2. Kështu që nuk do të kishim krizë asnjëherë për të zgjedhur të paktën të parën e shtetit. Edhe pastaj edhe këtu për kryetar parlamenti më nuk do të ishte aq e rëndësishme sa të bëhen ngërçe të tilla. E dyta, problemin po ashtu ka shkaktuar edhe vendimi i Gjykatës Kushtetuese të vitit 2014, kur është bërë atëherë me qëllim që për ta mbajtur bashkëmfaqen në pushtet, kur opozita vlan, u bën të gjitha partitë bashkë, edhe pse PDK ishte e para, ta deshën ta heqin nga pushteti PDK-n, por Gjykata Kushtetuese duke qenë vegël në dorët e bashkëmfaqet atëherë mori këtë vendim të cilin po na sjell të lashe edhe sot e kësaj dite. Vendim mendoj një interpretim krejtësisht i gabuar i Kushtetutës së Kosovës. Mënyrat, atë çfarë prisja që të bëjë Gjykata Kushtetuese, çfarë do të ishte mirë që të bënte Gjykata Kushtetuese, është propozimi që ka dhënë Naim Zaimi, stërnipi i Dervish Mitrovicës, njëri prej themeluesve të Shqipërisë së shtet. Propozimi, po mendoj mënyra se çfarë, si do duhet dukej kjo mënyrë zgjedhjes kryesisë së parlamentit. Thjesht subjektet politike propozojnë kandidat. Partia më e madhe propozon 2 kandidat, partitë tjera nga 1 kandidat, po ashtu edhe përfaqësuesit e minoritetit serb propozojnë 1 ose 2 ose sa të kenë kandidat, edhe minoritetet tjera po ashtu. Hidhet e gjithë lista në votim, të fshet dhe ai që fiton më shumë të vota zgjedhet kryetar parlamenti, të tjerët nënkryetar, nga radhët e minoritarëve, ai që fiton më shumë të vota nga komuniteti serb zgjedhet nënkryetar, nga radhët e minoritarëve tjerë, ai që fiton më shumë të vota zgjedhet nënkryetar, dhe kësaj po mendoj të gjithë lista votohet dhe pavarësisht numrit të votave, ai që fiton më shumë në këtë renditje edhe e bën, po mendoj, konstituohet kryesia e parlamentit. Kjo metodë, po mendoj, kjo mënyrë e votimit siguron, domethënë, kryesinë e parlamentit konform Kushtetutës së Kosovës dhe mund të quhet e votuar me shumicë, sepse shumica e parlamentit do ta votonin një listë të tillë. Tani edhe nuk do të mund të gjenin pretekst për mos ta votuar, kur aty do të kishin edhe kandidat të vetë, edhe kandidat të tjerë, edhe do të mund t'ja japnin votin kujdo. E në këtë rast mund të ndodhte që kryetarit mos ishte nga partia më e madhe, natyrisht nëse me ndonjë, si të them, marrëveshjen mes partive tjera do t'i grumbullonin votat për një kandidat krejt tjetër, por kjo prapë se prapë do të ishte konform Kushtetutës së Kosovës. Po, për sa e pranueshme do të ishte për partitë politike, Spaiu, kjo pasi me Kushtetuti takon partisë ka më shumë të vota që ta propozoj kryetarin? Po, mund ta propozoj. Po mendoj, mund ta propozoj kryetarin, mund ta bëj se ne do ta propozojmë këtë, por në fund do të votohet. Po, por në rast se dikush nga partitë e tjera merr më shumë vota, atëherë bie që nuk e ka kryeparlamentarin partia e parë. Po në kushtetutë thot propozon, kurse nuk është shkruar që patjetër duhet të zgjedhet ai që propozohet. Në anën tjetër, vendimi i Gjykatës Kushtetuese të vitit 2014
Sërish shkëputje me Spahiun, drejt pajtosh me këtë që po thot Spahiu? Jo, zotë Spahiu e përmendi se kjo është një propozim i dikuj tjetër. Po, por me gjithatë po pajtohet se është një zgjidhje ideale, ndoshta për të dalë nga kjo situatë. Diçka është e qartë këtu. Partia që ka fituar zgjedhjet i takon propozimi. Edhe supozohet që në një marrëveshje të tillë politike do të mund të arrihet. Ne e keqja është se ne kemi marrëveshje politike. Pra këtë ngërçi aktualisht te ne është se partia që ka fituar zgjedhjet, që ka fituar mjaftueshëm, dhe po dëshiron që pavarësisht që si ka votat e veta, të thirret në faktin se ai ka të drejtë të propozoj këtë doj, dhe se do të kushtozonte zgjedhjen edhe në kryetarëve të partive të tjera 2 dhe 3, në mënyrë që ta të votonin si sekundërpesh kandidatin e saj, kandidat në rastin tonë potencialisht herë do kur nëse do të ishte zonja Haxhiu përsëri. Këtë çështja është se ky ngërç po përdoret politikisht. Partitë politike në Kosovë kanë fituar një rezultat ose një palë zgjedhje të tilla që s'ju ofron asgjë. Pra, lëvizja vetëvendosje e ka të vështirë të qeverisë, pa një partner të madh. Sepse, fillimisht, nuk i ka numrat as për kryetar, presja, as për qeveri, dhe do të bie që në marsin e vitit të ardhshëm, sepse do të sfidoj jashtëzakonisht shumë si shumicë me zgjedhjen e presidentit, edhe pse zgjedhja e presidentit nuk i takon vetëm shumicës parlamentare, por të gjithë skenës politike, të çdo partie politike. Ne po supozojmë që duke njohur këta se si funksionojnë, do ta përdorin këtë mekanizëm politik dhe institucional për të çuar vendin në zgjedhje, dhe kjo është tragjedi. Sepse nuk kanë opsion tjetër, dhe kjo parashikueshmëri e paqëndrueshmërisë tonë politike tregon se në fakt gjithçka mund gjithçka mund të mos parashikojmë përveç se destabilitetin. Pra na, këtë formulën tonë, që kemi të saktë 100%, është paqëndrueshmëria politike. Gjithçka të tjetër, pastaj mbetet të shihet. Dhe çfarë do të thotë kjo? Lëvizja vetëvendosje ka parë këtë rezultat. Nëse shkon me nisme në koalicion, e që nuk do të shkoj me gjas, i bin ato pretendimet elektorale të saj që 20 vjet që keni bërë me këtë vend. Apo jo? Si është e mundur që pastaj me kaq pak vota të ketë kandidatin për kryetar të kuvendit, dhe këta nuk do ta bëjnë njëjtën. Nuk do ta bëjnë, por përdorin nisme sa pesha për të thënë se kemi gati numrat. Jo, unë nuk e besoj që asnjë rrethon zoti Kurti nuk do të përkra kandidaturën e zotit Klimajt për kryetar të kuvendit, asnjë rrethon. Unë i bindën jam për këtë. Sepse fillimisht kam besuar se do të ndodh, kuptimin që kam qenë interesuar që të konstituohen shpejt institucionet. Por kjo edhe sa më shumë të zgjatet, aq më e ulët është predispozita që të mund të ketë një koalicion. E dyta, po e ka ofruar LDK-n jo për të bërë qeverinë dhe shumicën e kuvendit. Jam i bindur edhe për këtë. Edhe në letrën që është dërguar gjitha është për të ndërtuar narrativen e re për zgjedhjet që na presin. Dhe nuk ka asnjë afërsi me PDK-n, sepse kështu i duhet pastaj për narrativen që po e përmendi. Nuk flasim më për aleancën për arminë e Kosovës. Nuk ka hapa konkret që na shpihen drejt një koalicioni. Dhe të gjithë hapat janë kryesisht të karakterit klandestin, me marrë ndonjë deputet, apo jo, individualisht, që të siguroj votat e mjaftueshme, edhe nisma bën pjesë në këtë grup, për thënë që koalicion s'kam bë fjalë si kom hangër se pastaj që shpëdol te publiku, dhe në fund të thotë që na çuan në zgjedhje e këta nuk janë të interesuar për me pas një president të do të qoftë ai herë do kur. Kështu mendoj që është gjitha situata. Po. Spahiu, po shoh se keni diçka për të shtuar, pash dhe një reagim tuaj teksa po fliste Imeri. Jo, jam dakord plotësisht me këtë çfarë tha Durrëti. Është thjesht Albin Kurti po vepron kundër interesit të vet, kundër vetja, radhë të parë, edhe interesit të partisë të tij, sepse sa më shumë që bjerët koha, kështu, atina po jetësën, po i bin përqindja e përkrahjes mesin e votuesve, sikur ajo ora me rërë që shkon në rërat e poshtë me kalimin e kohës. Prandaj, nuk është as pak interes i tij që kjo që po e mban një situatë të tillë. Kur do që të bëhen zgjedhjet, kjo do të reflektohet në rezultat. E natyrshme, ka qenë kjo çfarë tha edhe Durrëti, edhe çfarë kam thënë unë, mund që nga momenti që ka dalë rezultati i zgjedhjeve, që është ditur që
sa deputet ka fituar se cili subjekt, ku kam thënë koalicioni qeveriardhshme do të jetë Albin Kurti, Fatmir Limaj, Nenad Rashić dhe minoritetet jo serbe. Eventualisht edhe ndonjë deputet tjetër i kontrabanduar. Por, si duket, kështu me vendosjen e kushtit për të qenë kryetar parlamenti nga ona e Fatmir Limajt, kjo gjë Albin Kurtit nuk e ka parapëlqyer këtë gjë dhe po e mban një situatë të tillë çfarë është. Në anën tjetër, pse një situatë të tillë po i levërdis partive opozitare? Atyre po i levërdis kjo situatë, edhe sepse ata e marrin rrogat si deputet, në anën tjetër vetëvendosja në ndërkohë zhvlerësohet, po bie përqindja e saj dhe sa më shumë që shtyhet, domethënë zgjedhjet, aq më shumë do të kenë ato rezultat më të mirë, ndërsa vetëvendosja rezultat më të keq. Dhe prandaj edhe ato janë pjesë e kësaj zvarritjeje, sepse shkon në favorin e tyre. Por gjykatët, prandaj shteti bëhet nga një konglomerat institucionesh, ku nëse dështon një institucion, do të me vepru tjetri. Dhe të gjitha këto institucione është një motiv që duhet t'i udhëheq. Ajo është motivi patriotik, e mira e vendit. Nëse dështon, nëse motivi patriotik i qeverisë është i ulët, atëherë do të me qenin në gjykata kushtetuese që e rregullon këtë. Ose anasjelltas në parlamentin, institucionet e tjera, publiku, mediat, por këtu kemi në anën tjetër opinionin publik e kemi të ndarë, natyrisht siç është, nuk ka të paktën zëra të arsyeshëm, shumica zërave janë ja përkrahun njërën forcë politike e forcën tjetër, shumica atyre që bëjnë opinionin publik janë simpatizant thjesht propagandor të subjekteve politike. Gjykata kushtetuese merr vendime të tilla për ta bërë situatën akoma më llu, për të përfituar edhe ajo në kuptimin e kësaj situate, për t'ju ardhur mundësia më bë kryetarit të saj ushtrues detyrë presidenti, edhe por motivi patriotik mbetet askund, krejtësisht po veprohet në stilin e shtetit të përkohshëm. Sepse kur ka bindjen, kur bindja e përgjithshme është që ky është një shtet i përkohshëm, që duhet të jetë në tjetër shtet që duhet të jetë Tirana, që duhet ne zgjidh problemet tona, e jo ne vetë të jemi zotë të shtëpisë të zgjidhim problemet tona, atëherë ne veprojmë kështu në mënyrë të papërgjegjshme dhe presim që të vijë dikush na zgjidh problemet. Por këtu nuk është Tirana ajo që vjen me na zgjidh problemet, sepse ka probleme për vete, vetëm një shtet në rajon është interesuar që të na merret në zgjidh problemet dhe ajo në mënyrën e vet, mënyra e saj është mënyrë gjenocidale. Domethënë me marrë Kosovën edhe me hjek shqiptarët me shpërnda gjithandaj në përbot edhe me ndalë territorin për vete. Ndërkohë, Spahiu, kur po flasim tek kur po flasim tek zgjedhja e problemeve dhe ata të cilët duhet na zgjidhin problemet, kemi një lajm të fundit ku është deklaruar këshilltari për media i presidentes Bekim Kupina tek kolegët tanë gazetarë tek media të tjera, i cili ka thënë se presidentja pret që partitë e përfaqësuara në kuvent të zbatojnë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe ta përfundojnë seancën konstitutive brenda 30 ditësh, por ka thënë gjithashtu se nëse paraqitet nevoja, shefja e shtetit mbetet e gatshme të drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarime shtesë. A do të vim deri në këtë pikë, Spahiu, që presidentja pastaj sërish drejtohet kushtetuese? Çka ka prit presidentja që si është drejtuar gjykatës kushtetuese, që dështimin e parë, 2, 3, sot dështimi janë bërë, se ta së përmbajnë 29. 39. Kjo është, domethënë, kjo dëshmi e skajshme e jo patriotizmit saj.
Kjo është dëshmi e skajshme jo patriotizmit saj, sepse presidenti i shtetit do duhet brengosej me atë çfarë po ndodh. Me njëherë do duhet të përpiqet të gjente rrugëzgjidhje. Do duhet mati të është drejtuar gjykatës kushtetuese me pyetje domethënë më të adekuate për dalur nga ky ngërçi politik. Thjesht kjo duket shumë, të them, cinike deklarata e zëdhënësit të presidentit. E qartë, i merri si e pat? Këtu ndajna mendimin. Zoti profesori po fol për si do duhet të ishte dhe pajtohem me të, por presidenti është në 6 mujorin e fundit të mandatit. Ajo tash ka filluar që të veproj politikisht si politikane, jo si presidente. Edhe ajo funksionon me bëjë në zëllug. Apo jo? Pse? Sepse synën që të jetë aktor. Ajo është interesuar, ajo nuk është interesuar për momentin që këta të merren vesh. Sepse marrëveshja potenciale do të ishte fundi saj. Çdo marrëveshje potenciale do të nënkuptonte që zonja Osmani nuk do të ishte në asnjë rrethon presidenti jashtme. Dhe ajo natyrisht me zgjuarsinë e saj politike ka qenë kështu e tërhequr, ka mbajtur një takim sa për të ushtruar detyrën, në ndërkohë është përgjegjësia e deputetëve që të konstituojnë kuvendin, pra deri tash nominalisht është në rregull. Dhe pastaj vjen në një moment kur ajo del një nga institucionet më të besuara në vend. Apo jo? Pra partitë politike, institucionet e tjera kanë një rënje në besueshmëri në publik. Profesori e përmendi që lëvizjave vendosje mund të ketë një rënje të përkrahjes saj ose simpatizantëve. Dhe kjo, në këto rrethona, zonja Osmani dëshiron që pastaj në një moment, nëse do të jetë presidente, që të shfaqet si një faktor që nuk është përfshirë në këtë zvarritje, nuk është përfshirë në këtë proces, pra ajo ka dashur, ka provuar disa. Po thoni se po i konvenon deri diku edhe Unë mendoj që po vepron politikisht. Edhe për te përgjegjësisë politike që ka si presidente, sepse janë vetëm një herë ka takuar ata, edhe pas presionit të madh publik që janë bërë, edhe nga ne këtu, edhe nga opinionistë të tjerë, edhe nga të tjerët. Dhe asnjë lëvizje s'kemi pasur. Madje ka thënë që në një moment një konferencë, thotë që ne do të veprojmë përsëri, sepse ka ditë që në takimin e parë do të ketë dështim. Edhe në fund, çka do të mund bënte ajo më shumë? Do të drejtohet gjykatës kushtetuese dhe për këtë ka gabuar, pajtohem plotësisht me profesorin që është dashur prej kohësh, shumë më një herë, pas dështimit 2-3 dështimeve të para, të drejtohet më një gjykatës kushtetuese, sepse nuk është pale autorizuar. I takon asaj si funksion. Më njëherë që të sheh nga gjykata kushtetuese se si të operohet me tutje, sepse ne kemi hyrë në një ngërç e tashmë po bëhen gati 40 herë, jo 29, po 40. Përpjekje për të konstituar vendi, ndërkohë megjithatë që folëm deri tani, po shihet që nuk ka një vullnet politik për të kaluar kjo situatë dhe do të vazhdohet edhe më tutje deri në kalimin edhe afatit 30 ditor me këtë situatë që kemi aktualisht, apo jo? Fatkesisht, pra Po, shkurt, Spahio, ta përmbyllim këtë, pastaj duat kalojnë në diçka tjetër. Jo, thjesht, Dorajeti tha që nuk po pajtohet me mua, po në fakt u pajtuhet, se edhe unë nuk po pajtohet me këtë çfarë ai tha. Domethënë, po, ajo po vepron si një politikane, zgjur po jo si një patriote. Domethënë, sepse ajo po dëshon me përfitu këtë rast politikisht nga fatkeqësia e vendit, nga fatkeqësia e Kosovës. Dhe kjo, për njeri që i këshyr veç interesat e veta, atëherë ai mirë, po den më gjinë, po den me përfitu nga kjo situatë. Por kjo, një patriot nuk e bën ashtu, një patriot të sakrifikon veten për me i botë mirat dheu. Sepse kjo është sikur me këshyr tash nga ky aspekt, për shembull veprimin e Adem Jasharit, nga ai ka vepruar si një patriot, po të kishte vepruar si një politikan, ai do të vepronte ndryshe. Me rreziku jetën, po. E tash pajto. Derisa por desha të them këtë, se me qenë se ju e hapët temën
Trumpi që ka përmend. Po, tani dua dal aty, zotri Spahiu, dhe pikërisht këtu, tash në këtë moment desha të dal aty, me gjithë këtë situatë të krijuar tek ne dhe këtë mos nguti, po them, të partive politike për ta kaluar gjithë këtë situatë, në anën tjetër kemi deklarata të cilat janë alarmante, të them, për shkak se kohët e fundit Trumpi ka përmendur disa herë Kosovën, madje tha se ka ndalur edhe një luftë që do të bëjë këtë një luftë e madhe, siç tha ai. Si ke parë këto deklarata të Trumpit, patëm po ashtu dhe deklaratën e deputetit të Bundestagut Gjermani, i cili tha se, po e citoj, zbulimi i fundit i një arsenali armësh në veri është dëshmi e qartë e rrezikut që përfaqësojnë ato struktura, e po ashtu tha se qëndrimi dhe angazhimi i KFOR-it gjerman në Kosovë është i nevojshëm edhe më tej, dhe është një angazhim që në të ardhmen do të jetë kuptim plot, ndërsa Kosova dhe rajoni duhet të kthehen sërish në fokusin politik. Si shihni këto? A është me të vërtetë pjesa veriore e Kosovës në rrezik në këtë situatë ku ne edhe nuk kemi, po them, një qeveri funksionale? Shiko, tani gjithë globi është si një tabel shahu ku ata të fuqishmit i tërheqin lëvizjet, edhe vatrat e krizës bartën nga një vend në një vend tjetër dhe dykun në disa pjesë të globit situata është më stabile, nuk ka hapësirë për konflikt. Por ne, në Ballkan, raportet mes Kosovës dhe Serbisë, dhe raportet mes Serbisë dhe Bosnjës janë të fragile, dhe shumë e lehtë është që ajo tabloja, televiz nga atje Ukrainë, Rusi, Iran, Izrael, Indi, Pakistan, Kinë, Taiwan, e kështu të televiz edhe këtu drejt nesh në Ballkan. Prandaj kjo situatë do duhet në gjente sa më të përgatitur, sepse në fundit janë ata të mëdhenj që tërheqin vijat të trasha, por janë edhe disa vijat holla të cilën i tërheqin të vegjëlit. Shiko, mund t'jenë marrë vesh të zonë që Trump edhe Putin t'janë marrë vesh me thonë po ta jap Ukrainën, po ta le Ukrainën, ma jap Iranin. Mirë, por në momentin që ka provuar për shembull Amerika me marrë Iranin dhe ka pa që është arë fort, me njëherë, domethënë, kanë ndryshuar këto raporte. E kjo, po thoni se situata është deri dikun mund... Kjo gjë mund të ndodhë, domethënë fare lehtë që televizje edhe këto kusuritje të mëdhenjve të vinë deri te rajoni jonë. Është e vërteta që Trump ka thënë, domethënë se Trump edhe ditë të gënjej, por në këtë rast ka thënë të vërtetën, që ai ka shpëtuar një sulm të Serbisë në Kosovë. E qartë, zotri Spahiu. Dhe unë këtë... Dhe ju po thoni se e besoni këta, e kuptojnë. E mbaj mend, më le ta përfundoj, edhe pastaj ta dëgjojmë Dorejetin se... Po, sepse edhe jemi drejt fundit të kësaj pjese, për atë arsye. Po. Në kohën, nëse mbani mend atë treni rus, kjo ka ndodhur në kohën kur Trump patar në fuqi dhe Theresa May u bë kryeministër Britanisë. Në Serbi, në Beograd, menduan se ka ndryshuar geopolitika, ka ndryshuar politika e Trumpit, do t'jetë këtë ndryshe nga Amerikanët dhe atërshme, karshi Kosovës dhe Ballkanit, dhe politika britanike po ashtu do t'jetë ndryshme. Dhe në Beograd fillun përgatitjet për ta invaduar Kosovën. Mirë po, çfarë ishte ajo që stopoi këtë? Ishte një deklarim shumë i qartë i James Mattis, sekretari i mbrojtjes amerikane, edhe deklarata e kryeministres Theresa May. Pikërisht nga ata që shpresoi që ka ndonjë ndryshime, ata dhanë deklarata jashtëzakonisht e forta në favor të Kosovës dhe të dënimit të çfarëdo sulmi potencial, dhe kjo atëherë Serbia hoqi dorë për momentin që të sulmoj. Ky është ai momenti për cilin ka folur Trump me plot të drejtë, dhe duke rreziku që përsëri të vije këtu tek ne atmosfera e luftës, është edhe për shkakun që kemi zvarritje të institucioneve, një dështimi një institucioni, një tjetrin, mbetimi pa kryeministër, pa parlament, pa president, atëherë çfarë?
Kjo është zotri një situatë Spahir. që e shton oreksin e Beogradit për ta sulmuar Kosovën. Kjo është zotri Spahir. Dërajet, ndoshta pajtohesh apo ke diçka ndryshe për thënë që nëse jemi krejt në fund të kësaj pjese. Ideja është se situata është sikur një fazë tranzitore, dhe në këtë faza tranzitore rreshtimet e shteteve, pozicionimet fillojnë të ndryshojnë, në kuptimin sepse nëse ne nuk kemi një ndryshim total të një rendi ndërkombëtar, kemi ndryshim të pozicioneve strategjike të faktorëve përcaktues global. Dhe nisur nga kjo, në kupton që të mëdhenjtë dhe të vegjëlit do të rreshtohen ose rirreshtohen konform fuqive, interesave dhe planeve strategjike që kanë. Në këtë pjesë, mjaftueshëm është blend që të gjendet Kosova në një paragraf bashkë me Indi, Pakistan, Iran, Izrael dhe Ukrainë, Rusi. Pra, mjaftueshëm është. Fakti, ai postim nuk është bërë krye në vete, ai postimi ka kaluar të gjitha filtrat i bindun jam të ekspertëve të sigurisë, të komunikimit publik, të inteligjencës për të dhënë mesazh të qartë politik. Pra, për SBA-n, Kosova është njësoj si Irani, Kosova me Serbinë është njësoj si Irani me Izraelin, si Rusia me Ukrainën. Dhe pyetja që do të më shtruan na është në cilin kamp jena. Kjo është jo në kuptimin e rreshtimit, por në kuptimin se a do të kemi për krajën e SBA-s deri në fund për të çuar përpara interesat tona strategjike. Sepse SBA-ja është dëshmuar historikisht për krahas e Kosovës, por ajo nuk ka armiqësi të hapur me Serbinë. Dhe duhet ta kuptojmë ne këtë sa më parë që të mundur. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ne nuk po lobojmë mjaftueshëm në vendimarrjen politike globale, as më tepër në SBA, për të qenë gjithmonë aty për të zgjidhur problemin. Mu duket se bota nuk do të merret me neve, edhe pse është kësaj postimi. Kosova ka hyrë fatkeqësisht një fazë që është e një normalizimi në kushtet e mosnjohjes. Çfarë është kjo? Nëse ne merremi vesh me Serbinë, si normalizojmë raportet, pa u njohur me të, do të thotë që ka me kanë normale për neve që Serbia mos më na njoft. Edhe kena orë që aty. E bashkësia ndërkombëtare po e shkështisë e zgjidhjen. Ky që për neve është që të kemi njohje nga Serbia, në mënyrë që edhe ajo të vazhdojë rrugën e vet, sikundër ne mos kemi të lashe të tilla për të integruar në organizata ndërkombëtare dhe për të kompletuar sovranitetin e shtetit. Mos harroni, viti i ardhshëm është një vit më larg nga dita e pavarësisë së Kosovës dhe gati po bën 30 vite nga momenti i slirimit. Ne nuk guxojmë Kosovën ta lajmë në një vatër të pambarim konfliktesh dhe një histori të papërfundueshme. Ne nuk mund t'ju lëmë edhe brezave të ashëm një problem që kemi pasur ne. E si rregullohet kjo? Duke i dhënë fund kësaj apo edhe duke prit momentin geostrategjik. E ne në fakt po presim të konstituojmë kuvendin e Kosovës pas 40 përpjekje. Pra si përfundim deklaratat e dhëna nga Trump po edhe nga Bayer kanë bazë, ka rrezikshmëri në veri. Po patjetër. Ne jemi një proces në bërje. Rreziku nuk është vetëm për veriun e Kosovës, rreziku për Po shini këtë do me pa në plan global. Po pra, rreziku tani më Serbia nuk mund ta merr veriun e Kosovës më pa e marrë Prishtinën. Në çfarëdo mënyre? Ose politikisht duke zgjedhur një qeveri pro-serbe në Prishtinë, ose duke invaduar ushtarakisht në Prishtinë. Nuk veriu më nuk merret lehtë. Dhe kjo, prandaj kjo rrezikon gjithë Kosovën, nuk rrezikon vetëm një pjesë të Kosovës. Zotëri Spahir, sepse si tema është goxha e gjerë për cilën ndoshta duhet të flasim edhe në një moment tjetër, padyshim jemi këtu për të diskutuar. Neve ju falenderojmë shumë që gjetët kohë të jeni sot dhe të kontribuoni me analizat e juaja lidhur me temën cilën e diskutuar. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Drejt, faleminderit shumë edhe një herë për kohën dhe gjitha mendimet. Faleminderit. Donantina nga këtu.